Parashikimi javor 11 deri në 17 maj. Disa shenja mund të përballen me një javë që ndryshon gjithçka. Kjo nuk është një javë e zakonshme. Është ajo lloj jave ku disa njerëz do kuptojnë se asgjë nuk do të vazhdojë më si më parë. Nga 11 deri në 17 maj, energjitë nuk vinë me qetësi, ato vinë me përballje, kthesa të forta, zbulime, tensione emocionale dhe vendime që mund të ndryshojnë drejtimin e javëve në vazhdim. Disa shenja do ndihen të lodhura emocionalisht dhe do përballen me situata që nuk mund të shmangen më. Të tjera do kuptojnë se po afrohet momenti që kanë pritur prej kohësh. Por fundi i kësaj jave fshet diçka që askush nuk e pret. Dhe pikërisht për këtë arsye, duhet ta dëgjosh këtë parashikim deri në fund, sepse renditja këtë herë nuk është normale. Shenjat do t'i zbulojmë nga energjia më e dobët deri tek ato që mund të përjetojnë javën më të fortë të majit. Virgjëresha. Kjo javë mund të vendosë përballë një lodhjeje emocionale që nuk vjen nga një ngjarje e vetme, por nga shumë gjëra që janë mbledhur gradualisht dhe tani po të rëndojnë më shumë se zakonisht. Nga 11 deri në 17 maj mund të ndjesh sikur njerëzit rreth teje nuk po të kuptojnë si më parë dhe kjo mund të bëjë të mbyllesh emocionalisht. Në punë, një situatë mund të kërkojë më shumë energji nga sa ke aktualisht dhe kjo mund të krijojë nervozizëm ose mungesë durimi. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i ftohtë mund të bëjë të reflektosh thellë për atë që po ndodh realisht. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka këtë javë. Ka gjëra që kërkojnë kohë për t'u kuptuar. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh emocionalisht në momentet e tensionit, mund të shmangësh një distancim që më vonë do të ishte i vështirë për t'u rregulluar. Peshqit. Një situatë emocionale që ke shmangur prej kohësh mund të rikthehet me forcë gjatë kësaj jave dhe të bëjë të kuptosh se nuk mund të vazhdosh më duke injoruar atë që ndjen realisht. Nga 11 deri në 17 maj, intuita jote do të jetë shumë e fortë, por pikërisht kjo mund të lodhë emocionalisht sepse do ndjesh më shumë nga sa tregojnë njerëzit me fjalë. Në punë, mund të ndjesh pasiguri për një drejtim që deri tani të dukej i qartë. Në marrëdhënie, një reagim ose një mungesë reagimi mund të bëjë të reflektosh seriozisht për të ardhmen e një lidhjeje ose komunikimi. Mos u izolo plotësisht nga të tjerët. Është një javë ku duhet të dëgjosh instinktin, por pa u mbyllur në mendimet e tua. Nëse arrin të përballesh me emocionet pa frikë, mund të kuptosh një të vërtetë që ndryshon mënyrën si e sheh vazhdimin e gjërave. Britsjapi. Një situatë që e kishe mbajtur nën kontroll për një kohë të gjatë mund të fillojë të lëkundet dhe kjo mund të bëjë të ndihesh më i tensionuar se zakonisht gjatë kësaj jave. Nga 11 deri në 17 maj, do kuptosh se jo gjithçka mund të ecë sipas planit dhe kjo mund të krijojë nervozizëm ose ndjesinë se po humbet kontrollin mbi disa gjëra. Në punë, një zhvillim i papritur mund të detyrojë të ndryshosh strategji më shpejt nga sa do të doje. Në marrëdhënie, një distancë emocionale mund të bëhet më e dukshme dhe të shtyjë drejt një reflektimi serioz. Mos u përpiq të mbash gjithçka vetëm mbi supet e tua. Është një javë ku duhet të pranosh se disa gjëra nuk varen plotësisht nga ti. Nëse arrin të reagosh me qetësi dhe jo me kokëfortësi, mund të shmangësh një përplasje që do të ndikonte gjatë në vazhdim. Gaforja. Kjo javë mund të vendosë përballë situatave që të detyrojnë të shohësh më qartë njerëzit rreth teje dhe të kuptosh se jo të gjithë kanë qenë aq të sinqertë sa ke menduar. Nga 11 deri në 17 maj, emocionet do të lëvizin fort dhe kjo mund të bëjë her pas here të ndihesh i lodhur ose i pavendosur. Në punë, një ndryshim i vogël mund të ketë ndikim më të madh nga sa duket në fillim dhe kjo do të kërkojë vëmendjen tënde të plotë. Në marrëdhënie, një bisedë ose një heshtje mund të zbulojë diçka që nuk ishte kuptuar më parë. Mos e lër frikën të pengojë të përballesh me realitetin. Është një javë ku intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe mund të tregojë gjëra që të tjerët nuk arrin t'i shohin. Nëse arrin të ruash qetësinë emocionale, mund të kuptosh kush meriton vërtet të qëndrojë pranë teje. Peshorja. Një ekuilibër që ke ruajtur me shumë përpjekje mund të fillojë të lëkundet gjatë kësaj jave dhe kjo mund të detyrojë të marrësh një vendim që ke shmangur prej kohësh.
Nga 11 deri në 17 maj, do kuptosh se disa situata nuk mund të mbahen më pezull vetëm për të shmangur tensionin. Në punë, një zgjedhje e rëndësishme mund të ndikojë në mënyrën si do të vazhdojnë gjërat në javët në vazhdim. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje për shumë kohë. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë duke harruar veten. Është një javë ku duhet të vendosësh kufi të qartë dhe të mendosh më shumë për qetësinë tënde emocionale. Nëse arrin të tregohesh i sinqert me atë që ndjen realisht, mund të shmangësh një situatë që do të bëhej shumë më e rëndë më vonë. Binjakët. Kjo javë mund të sjellë më shumë lëvizje dhe zhvillime nga sa pret dhe pikërisht kjo do të bëjë të ndjesh se diçka po ndryshon me shpejtësi rreth teje. Nga 11 deri në 17 maj, informacionet, bisedat dhe situatat do të lëvizin shpejt dhe disa prej tyre mund të japin një avantazh që nuk e kishe menduar. Në punë, një ide ose një kontakt mund të hap një drejtim të ri që të bën të mendosh ndryshe për vazhdimin. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të zbulojë emocione ose qëllime që nuk janë shprehur më parë. Mos reago menjëherë ndaj çdo gjëje që dëgjon. Është një javë ku duhet të analizosh me kujdes përpara se të marrësh vendime të rëndësishme. Nëse arrin të kuptosh kush po flet me sinqeritet dhe kush jo, mund të marrësh një avantazh të fortë në një situatë që po ndryshon shumë shpejt. Demi. Një energji më e fortë fillon të lëviz rreth teje gjatë kësaj jave dhe mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të bllokuara po fillojnë më në fund të lëvizin. Nga 11 deri në 17 maj, mund të marrësh një sinjal, një mundësi ose një zhvillim që të bën të mendosh seriozisht për një hap të ri. Në punë, një ndryshim i vogël mund të sjellë më shumë stabilitet ose siguri për vazhdimin. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të të tregojë se dikush po e sheh lidhjen me sy krejt tjetër. Mos u kap fort pas mënyrës së vjetër të vepruarit vetëm sepse të duket më e sigurt. Është një javë ku duhet të jesh më i hapur ndaj asaj që po ndryshon. Nëse arrin të reagosh në momentin e duhur, mund të hysh në një periudhë që sjell më shumë qartësi dhe lëvizje pozitive. Shigjetari. Një javë me energji të fortë lëvizje po afrohet dhe mund të bëjë të kuptosh se disa dyert që mendon se janë mbyllur, në të vërtetë po fillojnë të hapen përsëri. Nga 11 deri në 17 maj, mund të ndjesh një shtysë të fortë për të ndryshuar ritëm, për të marrë një vendim të guximshëm ose për të lënë pas diçka që nuk të përfaqëson më. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një mundësi që kërkon reagim të shpejtë dhe besim tek vetja. Në marrëdhënie, një bisedë ose një takim mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos e humb energjinë duke menduar pafundësisht për atë që mund të ndodhë. Është një javë për të vepruar dhe për të mos qëndruar në vend. Nëse arrin të kapësh momentin e duhur, mund të hysh në një fazë ku gjithçka fillon të lëvizë më shpejt në favorin tënd. Ujori. Kjo javë mund të sjellë një ndryshim të fortë në mënyrën si e sheh të ardhmen dhe mund të bëjë të kuptosh se disa kufi që i kishe vendosur vetes nuk kanë më kuptim. Nga 11 deri në 17 maj, energjia rreth teje fillon të bëhet më dinamike dhe disa zhvillime mund të japin ndjesinë se je më pranë një kthesë të rëndësishme. Në punë, një ide ose një mundësi mund të hapë një drejtim që të tjerët nuk arrin ende ta kuptojnë. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të tregojë se dikush po mendon më seriozisht për ty nga sa kishe besuar. Mos e kufizo veten nga frika e gabimit. Është një javë ku duhet të mendosh më lirshëm dhe të reagosh me besim tek intuita jote. Nëse arrin të mos dyshosh tek vetja, mund të hapësh një fazë që sjell shumë më tepër liri dhe energji pozitive. Akrepi. Një energji shumë e fortë po lëviz rreth teje gjatë kësaj jave dhe mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk do të mbeten më të fshehura si më parë. Nga 11 deri në 17 maj, intuita jote do të jetë jashtëzakonisht e fortë dhe kjo mund të japë një avantazh që shumë njerëz rreth teje nuk do ta kuptojnë. Në punë, një zhvillim i fshehtë ose një informacion mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë të rëndësishme. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të zbulojë ndjenja që kanë qenë të mbajtura në heshtje për shumë kohë. Mos reago me impuls edhe nëse emocionet bëhen të forta.
Është një javë ku fuqia jote vjen nga kontrolli dhe qartësia. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të lexosh situatat me kujdes, mund të marrësh kontrollin mbi diçka që deri tani dukej jashtë duarve të tua. Dashi. Kjo javë mund të vendosë përballë një momenti ku nuk do të kesh më luksin të presësh apo të mendosh pafundësisht për atë që duhet bërë. Nga 11 deri në 17 maj, energjia rreth teje fillon të bëhet më intensive dhe disa situata mund të lëvizin shumë më shpejt nga sa e kishe parashikuar. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një mundësi që kërkon guxim dhe reagim të menjëhershëm. Në marrëdhënie, një përballje ose një bisedë e fortë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person që ka pasur ndikim të madh tek ti mos reago me impuls vetëm sepse emocionet bëhen më të forta gjatë javës. Është një periudhë ku duhet të përdorësh energjinë tënde për të ndërtuar dhe jo për të shpërthyer. Nëse arrin të ruash kontrollin dhe të marrësh vendimin e duhur në momentin e duhur, mund të hysh në një fazë që sjell shumë më tepër forcë dhe qartësi për vazhdimin. Luani, energjia më e fortë e javës. Kjo mund të jetë java ku kupton se diçka e madhe po fillon të ndryshojë për ty dhe këtë herë energjia nuk vjen me dyshime, por me shtysë për të vepruar. Nga 11 deri në 17 maj, mund të ndjesh sikur gjithçka po të shtyn drejt një drejtimi të ri dhe disa zhvillime mund të ndodhin shumë më shpejt nga sa e kishe imagjinuar. Në punë, një mundësi, një takim ose një vendim mund të hapë një fazë që sjell më shumë rritje, vëmendje dhe sukses personal. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert ose një afrim i papritur mund të ndryshojë krejt atmosferën emocionale rreth teje. Mos e humb këtë energji duke pritur konfirmim nga të tjerët. Është një javë ku duhet të besosh tek vetja dhe të marrësh hapin që ke menduar prej kohësh. Nëse arrin të veprosh me guxim, mund të hysh në një nga fazat më të forta të këtij muaji. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën java nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.